madje, se parosi se nuk e ushtroi, po edhe ai u zgjodh Faik Bej Kornica, apo jo? Aulon Bej Kalaja, aty do ta mbash Bej Kalaja. Patjetër që po. Se do ta mbash aty në parlament? Patjetër, pse çfarë problemi? Jo, sepse Ali Gëlsyra, deputeti që ishte Ali Bej Gëlsyra, është i pari që unë tha heq dorë tha nga ti këtu Bej në parlament. Dhe ai hoqi dorë. Tani mbas 100 vjetësh kthehet Aulon Bej Kalaja. Nëse do jem parlament po. Nëse do jem, patjetër. Nëse ti do jesh në parlament do ta kesh do vendos titullin Bej? Po ç'është Bej? Zotnia është burr. Siç është Lord në Angli është i titull që e ka marrë Faik Bej Kornica, që është babai i gazetarisë shqiptare. Edhe unë absolutisht do isha shumë i kënaqur nëse do më lejonin që ta bëj. Gjithsesi unë e kam fituar me parashkrim edhe do e maj domethënë. E ke të regjistruar? Në Facebook po. Në Facebook e unë thash në gjendje civile. Dhe i pyete kështu personale. Ore, mirë vet baba, po prindrit se babi yt një muzikant i njohur dhe unë e kam shumë për zëmër. Edhe mamaja, se ajo soprano unë të kam treguar edhe se çfarë këngë ka kënduar. Është e vërtetë, edhe ajo të përshëndet se të ka ndjek herën e kaluar. E bëre gjysh të lumtur. Ai bëhet për 2 gjysh. Po, për herë 2 patjetër. Për herë 3 në fakt se 2 fëmijë ka. Ka vllai, ka 2. Po. Por është emocion tjetër nga djali i vogël këtë rast, unë jam i vogël, kështu që djali do të thonë pleqërisë. Po, kështu i bie. Gjithmonë kam qenë, po janë shumë të kënaqur normalisht, si çdo prind, si çdo gjysh shqiptar, besoj unë. Edhe unë besoj që familja shqiptare duhet konsolidohet. Jam pro familjeve të mëdha, ta them me sinqeritet. Sigurisht është gjë normale ti je pro familjes më Orlon, çfarë thua? Po. Jo, familjet e mëdha kanë bërë Shqipërinë. Ti e marr me dokumenta, shikojmë tekstet, domethënë edhe deklaratën e pavarësisë. Po ti je pasardhës si cilës familje Kalaja? Shiko, origjina ime është nga Preza, ne kemi qenë familje Bejlerësh, domethënë Prez, kemi qenë zotrus të asaj zone, njerëz që kemi pas shumë afër arsimin, kemi njerëz që kanë mbaruar pothuajse të gjithë shkollën e lartë. Familja ime domethënë ka qenë shumë e lidhur me oborrin mbretëror. Fillimisht, gjyshi im ka qenë sekretari i Qazimulletit. Si quaj gjyshi? Halim Kalaja. Halim Kalaja. Po, ka marrë Harry Fulcin. Shkollë teknike amerikane? Po, pastaj edhe ka taku Harry Fulcin, domethënë se i ru kujtimet e veta aty. Kanë bëj herë një grevë aty për tek ushqimi etj, na kanë treguar historira. Është një familje e tillë pra, domethënë gjyshe ime ka mbaruar gjimnazin femëror Donika Kastrioti, janë dashuruar me njëri tjetrin e pastaj kanë lind breza të tjerë. Donika Kastrioti ku? Në Shkodër, gjimnazin femëror. Që kanë mbaruar shumë. Po nga linja femërore, çfarë mbi emri? Gjyshe? Gjyshe ime është nga Tropoja. Është nga Tropoja? Është Tropojane, po. Andaj e 190. Andaj e 190, tani e kuptova, po. Edhe kjo është historia. Ti ke lidhje me Kalajat e Tiranës? Ne duhet jemi kushërimi i pjesë të Kalajat. Tani Ardiana Kalan çeke? Jo, nuk e kam gjë. Nuk e ke gjë? Jo. Po një trung do të keni kam përshtypje. Trungu nuk e di valla se nuk i kam hyrë pemës gjenealogjike. Kë tjetër ke Kalaja ti të njohur, figurë tjetër të njohur? Po nuk e di se çfarë figurash janë, domethënë, po që besoj që domethënë fisi im përgjithsisht është nga Preza që kanë zbrit pastaj. Jo, pse ka vajtur familja jote në Fushkëri? Ne jemi internuar në Fushkëri në 44. Ai jemi internuar? Po, ndërkohë është familja ime u përndoq po në 44 sepse u quajtëm kolaboracionist, domethënë njerëz kishin edhe me Qazimulletin. Gjyshi im ka qenë dhe kryetar komunën Kona Metzogut, sepse atëherë komunat nuk zgjidheshin, komandoheshin si kryetar, emroheshin në Goranzi Gjirokastrës dhe në Suarek Prizrenit, sepse ka qenë një periudhë që Kosova dhe Shqipëria kanë qenë bashkë. Domethënë, po gjatë luftës. Gjatë luftës dhe ndërkohë me që gjyshi im mbante domethënë këto qëndrime kundër pushtetit, nuk mund të them që ka qenë ai disident shumë i madh, por ka pas përplasje me pushtetin. Shkun Fushkëri pastaj dhe kanë punuar punë zakonshme. Do të gjithë jeta ishte aty. Diku në grumullim, domethënë duke mbajt fas gjyshja ime, edhe gjyshi im aty domethënë nga figura që kishte një far potence në Tiranë, u çun atje dhe pjesën tjetër të jetës aty e kanë zhvilluar. Aulon, cila është e ardhmja e Partisë Demokratike sepse 4 mandate në opozitë është shumë e rëndë. Shiko, Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka që t'i shkurtoj ditët e Edi Ramës. Unë nuk mendoj që Edi Rama mund të bëjë një mandat plot. Mendimi im, si e shikojmë politikën. E ardhmja Partisë Demokratike do të jetë mirë, Lam, për venimin tim. Kur më? Kur të fitoj edhe të 5-in? Jo, të 5-in nuk ka shans për ta fituar. Po kështu tha edhe për të 4-in. Shiko, unë mendoj që Partia Demokratike do të ketë një të ardhmë të mirë sepse do fillojë një proces analize dhe unë gjykoj që ajo do ditë çohe, do të reagoj. Analiza nuk ka nevojë për leadership. Analiza do jetë horizontale për mendimin tim.
Dhe në rast se ne bëjmë një analizë sinqertë, problemi është duhet vertikale, horizontale. Analiza duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pra jo, horizontale nuk e përfshin fare atë kupolën atij që duhet mbaj përgjegjësi. Ata do mbajnë përgjegjësi nga i pari deri fundit, për mendimin tim. Pra ne duhet kemi raport me të vërtetën mbi të gjitha, përpara se të futemi në politikë. Se në rast se politika nuk ka moral, duhet ketë lloj serioziteti, për mendimin tim. Dhe të paktën ne duhet jemi serioz për këta njerëz që na kanë votuar tani. Shiko, opozita i ka 500 e ca mijë vota apo jo? Ti jemi realist. Janë njerëz ata janë shqiptar, cilët nuk e duan qeverinë. A ka mundësi? Janë pamjaftueshme. Janë pamjaftueshme, patjetër që janë pamjaftueshme dhe do duhej që të kompozohen më mirë edhe lista me aleatët, për mendimin tim. Aleatët kanë marrë shumë nga Partia Demokratike. Unë kam qenë skeptik dhe e kam thënë para se lista të bëhej. Po, pse e bët mo? Po pra. Të pyeti njëri ty? Jo, mu nuk më pyeti. Dhe unë prandaj po e them. Me që s'm ka pyet njëri dhe e thash atëherë, po e them dhe tani. Unë jam njëri i lirë dhe them menimet e mia. Unë mendoj që raporti i PD-s me aleatët duhet të rishikohet sa më parë të jetë e mundur. Janë marrë deputet Partisë Demokratike nga njerëz që nuk kanë pas vota. Po ti nxjerrësh në listë hapur, nuk e fitojnë lagjen e vet. Pra, kthehemi edhe herë te kutia e lagjes, se aty nis gjithçka. Në politik mater se sa vota ke apo jo. Unë kisha bëj betim Erland me veten time. Në rast se unë nuk do fitosha fushkruaj, nuk do shkoja më në fushkruaj. Për me bë politik. Nuk do shkoj më? Jo. Po unë dita lexoj votën, po ç'është kjo histori? Shkoj në fushkruaj kurtum? Dhe tani i kam dhënë fjalën atyre njerëzve do jetoj atje dhe do zhvendosem atje. Se do i kishin atje? Po patjetër. Do shkosh do jetosh po, patjetër. Ç'do bësh atje? Po do rri atje. Por më ç'do jetosh? Respektuar njerëzit. Unë do vin, do punoj, do bëj vajtë ardhi, nuk ka asnjë lloj problemi për mua. Fushkruja 18 kilometra larg është nga Tirana. Më respektuar njerëzit, patjetër, ja kam detyrim atyre njerëzve. Tani nuk edhe do merrem me kauzat e qytetit. Nuk të pash të kjo ndeshja Shqipëri-Serbi, se ti ke ato kauzat e tua, edhe ato patriotike. Unë nuk jam patriot stadiumi, më burr, a kupton? Unë kam kundërshtuar mini Schengenin ballkanik, që kam qenë kundër mini Schengenit për Jugosllavinë e re sipas meje. Unë nuk kam kundërshtuar ardhen e Vučićit në Tiranë. Jo, rrim te kjo. Jo, po kjo është shumë e vërtetë. Me 21 dhjetor 2019, në Shqipëri, në Tiranë erdhi Vučići. Disa kundërshtuan ardhen e Vučićit në Shqipëri. Jo, unë nuk bëra protestë për ato, unë bëra protestë për mini Schengenin ballkanik. Rrim të ndeshja, kalojmë të ndeshja. Ndeshjen e pashëm fushkruajnë me qytetarët e mi. 200.000 lekë bileta. Ku ti marrën 200.000 lekë me shkum stadium? Për 90 minuta me harxhu 200.000 lekë, është çmendurim apo? Më erdhën 2 bileta, ta them me sinqeritet, nga një injorim. Po. Edhe më than, kushton 200.000 lekë. Për 20 vjet nuk shkojnë në stadium me 200.000 lekë. Ç'është kjo histori më apo? Shumë shtrenjtë për mua. Nuk e di se si janë çmimet e tjera. Unë kam qenë në Gjermani, kam parë neshje. I lexove 20-30 euro kam ble biletën. I lexove komentet e medias serbe? Po i kam pa pak a shumë komentet. Përsa i përket ndeshjes, po thua? Pritjes të tifozëve që quhen terrorist. Ato kanë probleme me veten Erland për herë. Do të thonë, nëse ka ikom me veti vetë shkatruese është Serbia për mendimin tim. Ta them me sinqeritet. As jam folklorist, as unë kam studiuar pak a shumë, ata kanë probleme me shqiponjën tonë. Ktu mbaroi gjithçka për mendimin tim. Pra kur shikojnë shqiponjën, ata e kanë kështu si e bezja e kuqe demave. Është problem ajo. Domethënë ke probleme me veten për mendimin tim. Nuk mund të shiko, u morën me ideal të vogël që ngriti durët aty te ç'është kjo? Shqiponja është krenari, është i përket ne quhemi toka shqipeve apo jo. Shqipja është një nga shpendët që fluturojë lirë, apo jo. Dhe ka shumë karakteristika. Ata e kanë frikë shqiponjën. Ata janë me tribujnicën akoma. Okej, Aulon, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. E këndshme si gjithmonë, po ti ke një bravo të madhe që arritet të bësh që një institucion si KAS të rinumëroj votat në qarkun e Durrësit. Se kemi dhe qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Patjetër. Unë s'të pyeta për ato dyja se ti je në Durrës. I përshëndes dhe ato të dyja që po hap. Po pra, se është ngjarje jashtëzakonshme. Absolutisht. Kjo për mua nuk i përket dhe nuk i duhet vetëm PD-s, po jo, po edhe Partisë Socialiste. Bravo. Se kjo shumë e rëndësishme. Se aty sikur të jetësuar vota edhe një vot jetë jetësuar, ajo i takon X personit. S'ka pse ta ketë tjetër. Përveç kësajt, dhe i koment fundit, unë mendoj që ne do kemi zgjedhje më të mira herën tjetër, sepse këtu do dalin të palarat e rinumërimit. Pra, çdo kush që do jetë në numërim zgjedhje të tjera, do ketë mend në kokë. Kaq, për këtë po e bëjmë gjithë historinë. Okej, ky ishte dekalogu për sot nga Ura Lançafoku. Mirupafshim.